nga selia e Partisë Demokratike, ish kryeministri Berisha ka dalë nga godina e PD-s me mbështetësit, është duke u drejtuar kryeministrisë aty ku në fakt në podium do të ketë fjalime nga ai, por gjithashtu edhe nga drejtues të tjerë të Partisë Demokratike, nga qytetarët të cilët janë prezent në sheshin përpara kryeministrisë për të protestuar në këtë grumbullim mbar kombëtar të paralajmëruar më fakt më herët nga Partia Demokratike dhe aleatët e saj. Zoti Berisha ditën e sotme në konferencën e mesditës i ka bërë thirrje gjithashtu edhe opozitarëve të tjerë që t'i bashkohen kësaj proteste mbar kombëtare përpara kryeministrisë. Zoti Berisha zgjedh që t'i drejtohet pra në këmbë sheshit ku do të mbahet protesta, i shoqëruar me mbështetës të tij, me thirrje gjithashtu me demokratë të cilët prej disa minutash ishin në pritje të tij për të dalë nga godina e Partisë Demokratike dhe për të udhëhequr këtë protestë mbar kombëtare të demokratëve